Për vitin 2023-2027 nga i parë do të financoheshin rreth 100 milion euro për bujqësi, ndërkohë u pezulluan për shkak të rasteve korruptive. Si keni menduar që ti... Kjo është prap një shkëputje e pjesshme. Pse u pezulluan ato para? Kjo është prap një shkëputje e pjesshme, sepse një pjesë e konsiderueshme e atij fondi është disbursuar. Dhe sot në Shqipëri ekzistojnë 500 projekte të cilat nuk ekzistonin përpara dhe në të cilat 500 projekte dhe në të cilat ka kontribut ky fond për cilin flasim. Po pse u pezulluan ato? Dhe ashtu siç ka ndodhur edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, një rast nga të fundit ka qenë rasti i Kroacisë. Komisioni Evropian ka një strukturë auditimi të fondeve, ka gjetur disa paregullësi dhe ka kërkuar që ne të adresojmë paregullësit nga i pamja sistemike dhe ne po bëjmë eksaktësisht të gjë, kështu që janë gjëra që janë pjesë e një procesi transformimi dhe rritjeje.